Para se të vi zotëri Bilal Kasami në komunë, BDI-ja ka udhëhequr në komunën e Tetovës për 8 vite radhëzi. Si do e kish i krahasuar periudhë të 8 viteve me këtë periudhë të 4 viteve e cila ka ndodhur tani. Pra nga ajo që kemi pa deri tash, nga ajo për të cilën po promovon më së shumti kryetari aktual i komunës, janë shtrimi i rrugëve, asfaltit e tjerë. Pra, cili do të ish krahasimi të cilit do e bëni ju? Ka qenë më mirë ato 8 vite kur ka udhëheq BDI-ja, apo tani që ka udhëheq kreu lëvizjes BES-a zotëri Bilal Kasami për këto 4 vite? Ndëgjoj, kjo puna e shtrimit rrugëve nuk janë projekte, këto janë mirëmbajtje. Kjo është, kur del dikush të lavdrohet se bën mirëmbajtjen e rrugëve, është njësoj si të shkon të berber, një berber i keq që të thotë se sot kam bë 5 qetje, që nuk ka asnjë logjik, domethënë. Nëse e krahasoni me mandatin e parë të komunës kur e menaxhonim ne 2013-2017, me sa kam informacione, sepse kam qenë edhe këshilltar në atë periudhë, këshilltar komunal, në atë periudhë u mirëmbajtën rreth 20 kilometra rrugë. Me siguri ju kujtohet se u riparua i gjithë bulevari Iliria, që nga qendra deri te Vero poshtë. Ushtrua rruga e Banjës, rruga Shipkovic-Brodec, një pjesë e rrugës Selc, një pjesë e rrugës Muret Bafqari nalt, ishte rruga e Reqicës Vogël, edhe shumë tjera. Do me thënë, nëse e krahasoni si mandate, asnjë e katërta e rrugëve, që sot pretendojnë ta se e kanë bërë shumë mirë, nuk është asnjë e katërta e asaj që ka ndodhur në mandatin e parë të Bashkimit Demokratik për Integrim 2013-2017. Vlerësimi im është se më keq se sot komuna jonë nuk ka qenë asnjëherë. Aq keq është situata sa në gjykimin tim do ishte më mirë që mos të ketë as pak institucion komunë, do shta më mirë qytetarët do organizoheshin vetë se sa kjo që ndodh sot. Sepse disa punë që mundon t'i kamuflojnë, se ato asfaltet që përmende janë absolutisht jashtë çdo standardi. Ato vendohen pa asnjë leje ndërtimi, pa asnjë procedurë normale furnizimi. Janë disa kompani që të afërta me strukturën aktuale që merren me ato punë, edhe besoni se pjesa dërmuese e atyre nuk kanë as edhe 1 apo 2 vjet afat që të prishin me njerë. Kjo nuk është punë e kryetarit komunës. Kryetari i komunës duhet merret me projekte zhvillimore që do bëjnë investime në komunën tonë, që do e rritin standardin jetësor, që do krijojnë vende të reja pune, do zhvillohet sektori industrial, do zhvillohet një park teknologjik, sistemi arsimor do përshtatet konform me nevojat e tregut punës, sepse sot kemi një disbalans ekstrem te sistemi arsimor. Besoni askush nuk merret me atë se çfarë nevoja ka tregu jonë, se shkollat e mesme profesionale duhet të jenë në funksion të sektorit privat, ndërsa ne prodhojmë kuadro që nuk janë as pak nevojshme për atë. Duhet një planifikim i detajuar për të gjitha këto sektor, për të gjitha këto lëmi që të mund të nisë të rregullohet, të nisë të zhvillohet etova, se kështu nuk ka asnjë shpresë.